Irani goditi një stacion të CIA-s në Riyadh të Arabisë Saudite, dhe tani CIA po përgatitet për një pushtim toksor dhe një luftë civile brenda Iranit. Mësimi që marrim në këtë moment është mjaft i thjeshtë. Mos u ngatëroni me CIA-n. Një dron i dyshuar iranian ka goditur një stacion të CIA-t në kryeqytetin e Arabisë Saudite, që ishte pjesë e kompleksit të ambasadës amerikane, pjesë e atij sulmi me dron që çoi në dëmtime në ambasadë. Kjo është sigurisht një fitore simbolike për regjimin iranian. Por askush nuk u lëndua. Askush nuk ishte në ambasadë në atë kohë. Por ajo që tregon kjo është se dronët iranian do të jenë një problem i madh për një farë kohe. Ata mund të shkatërrojnë lëshuesit e raketave dhe madje edhe grumbujt e raketave dhe iranianët kanë me mira. Nëse jo 10 mira dron të tillë. Dhe kushdo mund t'i vendosë në pjesën e pasme të makinës dhe të qëllojë me ta. Këta dron janë me të vërtet bombat e reja vetvrasëse të fazës tjetër në lindjen e mesme. Dhe do të jenë një problem për një farë kohe. Le ta zhvendosim pak vëmendjen tek një pushtim toksor, sepse gjithçka kthehet përsëri te CIA. Gjatë ditëve të fundit, kemi marrë sinjale nga administrata amerikane se një pushtim toksor nuk është plotësisht i mundur. Së pari, kishim sekretarin e luftës Pete Hegseth, i cili tha: "Nuk do të hyjmë në lojën e asaj që të deklarojmë saktësisht se çfarë do të bëjmë, sa gjatë do të shkojmë, sa larg do të shkojmë, çfarë jemi të gatshëm të bëjmë dhe të mos bëjmë." Kjo do të ishte marrëzi. Presidenti Trump siguron që armiqtë tanë të kuptojnë se do të shkojmë aq larg sa duhet në favor të interesave të Amerikës dhe amerikanëve. Por nuk jemi budallënj. Nuk kemi pse të futemi me 200.000 trupa atje dhe të qëndrojmë për 20 vite. Ne kemi provuar se mund të arrijmë objektiva që përparojnë interesat amerikane pa qenë të mefsht. Tani, a do të jemi të guximshëm për këtë? A jemi të gatshëm të jemi vendimtar për këtë? Dhe po ju them se i kemi kushtuar muaj e muaj planifikimi kësaj lufte, për të kuptuar se çfarë efektesh duam të arrijmë. Por absolutisht që nuk do t'ju tregonim juve, armikut, apo kujdo tjetër, se çfarë do të bënim dhe bëjmë në ndjekje të një objektivit. Ne luftojmë për të fituar. Ne luftojmë për të arritur objektivat që ka përcaktuar presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe do ta bëjmë këtë pa kërkuar falje. Sa më sipër, tha sekretari i luftës, ishte mjaft e qartë. Dje u mbajt një takim i Senatit Amerikan. Në thelb ishte një informim i klasifikuar, ku administrata i ndau planet ushtarake amerikane Senatit. Dhe pas këtij informimi, doli senatorin Richard Blumenthal, që tha se ai beson që një pushtim toksor do të vijë shumë shpejt bazuar në atë që sapo dëgjoi. Senatori tha gjithashtu: "Dua vetëm të them se jam më i friksuar se kurrë pas këtij informimi se mund të jemi duke dërguar trupa në teren dhe se trupat nga Shtetet e Bashkuara mund të jenë të nevojshme për të përmbushur objektivat që administrata duket se ka." Dhe pastaj erdhi komenti më i habitshëm nga të gjithë, nga vetë presidenti Trump. Ai tha: "Çdo president tjetër ka qenë i shqetësuar për dërgimin e trupave në teren, por unë nuk jam si ata. Unë jam ndryshe." Dhe presidenti Trump nuk e përjashton dërgimin e tyre në Iran. Por ai tha për New York Post, citoj: "Nuk kam asnjë dyshim në lidhje me trupat në teren. Çdo president ka thënë që nuk do trupa në teren. Unë nuk e them. Unë them se ndoshta nuk do të jetë e nevojshme për to." Pa dyshim një qëndrim shumë i ndryshëm ky, që na bëri të mendojmë se administrata tashmë po mendon për një operacion toksor. Më vonë gjatë ditës, morëm një konfirmim për një operacion toksor që do të ndodhë, por jo me trupa amerikane. Hidhini një sy kësaj harte etnike të Iranit dhe shikoni rajonin perëndimor. Aty jetojnë kurdët dhe përtej kufirit në Irak. Kemi edhe më shumë kurd, sepse atje ndodhet Kurdistanin irakian, një rajon me të cilin Shtetet e Bashkuara kanë punuar për dekada. Dhe për të vendosur qershin mbi tort, Irani nuk ka qenë i kujdesshëm me popullsinë kurde. Përkundrazi ka qenë i ashpër dhe kurdët nuk e kanë harruar këtë. Vetëm dje, regjimi i Iranit nisi sulme me dron kundër grupeve opozitare kurdet e Iranit në Irakun e Veriut dhe i përsëritën sulmet në mëngjes. E shihni pra, Irani është jashtëzakonisht i shqetësuar për këtë pjesë të vendit dhe duhet të jetë i shqetësuar sepse grupet opozitare këtu janë bashkuar. Ato dikur ishin fraksione të shumta të ndryshme kurde, me interesa konkurruese. Pasi të gjithë donin pushtet për vete, të gjithë donin ndikim, por kur pan trazirat në Iran, morën një vendim muajin e kaluar. Ata vendosën të bashkohen kundër një armiku të përbashkët, Republikës Islamike. Theksoi një vendim i marrë para një muaji, që do të thotë gjithçka shkon në bazë të një plani të hatruar mirë. Axios raportoi dje se presidenti Trump foli me udhëheqësin kurd në Irak. Nuk e dim saktësisht se për çfarë folën, por ajo që dim është se kurdët irakian kanë mira trupa të trajnuara mirë, me shumë përvojë luftarake në luftën kundër ISIS-it. Për më tepër,
Këta ushtar gjenden pikërisht në kufirin iranian dhe kontrollojnë territor strategjik që mund të jetë vendimtar nëse Shtetet e Bashkuara po planifikojnë diçka interesante për të ardhmen. Më pas mësuam se presidenti Trump i telefonoi grupeve kurde iraniane dhe pati një telefonat me ta në lidhje me një operacion toksor. CIA po punon për të armatosur forcat kurde dhe për të organizuar një lloj operacioni të madh toksor brenda Iranit. Ata duan të nxisin një kryengritje. Detajet e planit janë të pabesueshme dhe kjo histori po zhvillohet me një shpejtësi maramendëse dhe po i kap të gjithë të papërgatitur. Një gazetar thotë: "Sonte kaluam pak kohë me një politikan të lartë kurd iranian këtu në Kurdistanin irakian, i cili në thelb na tha se ai pret që forcat opozitare kurde iraniane të hyjnë në Iranin perëndimor si pjesë e një lloj operacioni toksor gjatë rrjedhës së operacionit, ose në një moment gjatë ditëve të ardhshme, pasi do të kenë edhe mbështetje nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli." Ai gjithashtu i tha gazetarit se vetë presidenti Trump e kishte telefonuar udhëheqësin e KDP-s, e cila është një nga partitë opozitare kurde iraniane, dhe se patën atë që ai e kategorizoi si një bisedë pozitive. Megjithse përsëri nuk dha detaje dhe tha se duhet të jemi të përgatitur për disa surpriza potencialisht sot. Përsëri pa dhënë detaje. Por e gjithë kjo po ndodh në të njëjtën kohë kur kolegët të tjerë gazetar po mësojnë se CIA ka punuar për të armatosur forcat opozitare kurde iraniane me qëllim fillimin e një trazire apo lufte civile në Iran. Tani, më lejoni të shpjegoj pse kjo është një çështje kaq e madhe. Siç e dini, kjo është gjeopolitik dhe shumë vende po shpenzojnë shumë para për t'u siguruar që ju të dëgjoni vetëm anën e tyre. Por tani duhet të flasim për këtë pushtim nga toka. Sipas një raporti të CNN, CIA ka kontrabanduar armë në Kurdistan që nga lufta 12 ditore. Jo me javë, por me muaj më parë. Për të kuptuar se sa thellë në kohë jemi me hatrimin e planit të luftës kundër Iranit. Dhe ky operacion është zhvilluar në heshtje, ndërsa bota është përqendruar në sulmet ajrore. Për më tepër, kemi folur tashmë se Trump po flet me udhëheqësit e Kurdistanit iranian. Këto janë grupe opozitare brenda Iranit dhe këto janë grupe që regjimi i Iranit i ka pasur frikë për vite me radhë. Tani këto grupe janë të armatosura. Pra, ja plani dhe arsyeja pse Trump i thiri të dy udhëheqësit irakian dhe kurd iranian. Armët shkojnë fillimisht tek kurdët irakian dhe më pas këta ndihmojnë në transferimin e këtyre armëve përtej kufirit tek forcat kurde iraniane. Pasi forcat kurde iraniane të kenë armët, ato mund t'i mbajnë forcat iraniane të sigurisë të bllokuara, duke i luftuar dhe duke u krijuar problem real. Ky angazhim i regjimit me kurdët u jep mundësi iranianëve të parmatosur në qytete të tjera që të ngrihen dhe regjimi nuk do të ketë fuqi të mjaftueshme zjarri për të shtypur protestën siç bën në janar. Për më tepër, sulmet ajrore vazhdojnë dhe nga ajo që po dëgjohet, sulme ajrore do të bëhen edhe më intensive. Duke u kthyer tek forcat kurde, sipas ITV, ky operacion toksor për të cilin po flasim nuk është teorik. Fillon ndoshta që sot, ndoshta nesër. Kjo strategji nga Shtetet e Bashkuara është e mbushur me rrezik. Para së gjithash, dy grupet kurde, kurdët irakian dhe iranian, nuk janë shumë të dashur për njëri tjetrin, por nuk e urrejnë njëri tjetrin, pasi janë një etni dhe i ka përçarë gjithmonë tendenca për pushtet. Diçka që duket se për momentin është anashkaluar. Këtu fillon një problem madhor për Turqinë dhe Erdoganin, që ka brenda shtetit të tij miliona kurd dhe të cilët vazhdimisht i ka shtypur dhe dhunuar. Sot kurdët në krah të presidentit Trump kundër Iranit, nesër mund të ndodhë që kurdët të dalin kundër Erdoganit dhe presidenti Trump të jetë në krah të tyre, për t'u dhënë të drejtë legjitime të krijimit të shtetit të tyre, të Kurdistanit, për të cilin luftojnë prej dekadash. Në Ankara situata nga të gjitha anët është e zymt. Turqia aleate e Iranit, por edhe anëtare në NATO. Turqia me Europën, por edhe me Amerikën. Turqia me Hamasin dhe Hezbollahun, por edhe me Perëndimin. Me sa duket koha për të qenë në dy brigjet e lumit përfundoi. Turqinë do e hedhi në lum për të dalë në njërin breg, ose për të mbytur dhe kjo duket më e sigurt se kur. Për më tepër, Turqia është në kufi me Irakun dhe Turqia nuk është dakord që kurdët të marrin më shumë pushtet. Nëse kurdët marrin pushtet, Turqia e sotme nuk do të jetë e tillë nesër. Bazuar në raportimet duket se një operacion toksor do të vijë shumë shpejt. Nuk është e thënë të përfshi trupa amerikane, por megjithatë, armët amerikane do të jenë në lojë. Irani në prag të luftës civile dhe Turqia në prag të kryengritjes kurde. Mast Channel. Please subscribe.